don, ti si e kur gjo pa mu, ti si e kërkushi, anej knej, edhe gjithë këqyrin me të ullë, sa ma poshtë, që ata me të postë ty në kontrol. Se një njëri që se ka as shoqënien, as familjen mo, edhe plus të na dyshon në veti që okej, vetja jame nuk është mjaftu shumë, unë jam gjithë gabim, sa ta qëtin me asnjë kohë me menu që ti e gjithë gabim, gjithë bën diçka gabim, ose gjithë se ti tu i kërku folje njerëzve që ata në fakt janë në faj, që ashtu të na me një mas një kohë kimo një ti në faj non stop. Me thonë ata që ato e dojnë me ta thy vetë besimin, me të ullë, me të posë që shtu në dojnë, me bëjë që ka dojnë me tyje, edhe me të posë që aty, edhe garant ata kanë me dojnë me femna tjera, kanë me vull me femna tjera, kanë me jetu i jetën e vetë, edhe ti kime me që aty, si ka shë vogël në turte e tyme. Sen jem favorit të manipulimi, do me thonë të abuzimi, është që kjo, love bombing. Si sa herë mua, këtë taktikat e manipulimit i di, edhe i parashikoj edhe më i me kuptu që kur janë të ndu. Love bombing, bro, që kjo mua më kopë sa herë mua me qëta bërsh me manipulimu. Edhe love bombing është, ama mirë që bële unë e pedi që o të ndodh, edhe masane, kur po reflektoj pedi që që kjo ka ndodh. Do me thonë, love bombing është kur dikush në fillim sillet aq mirë që thotë wow, ku je kon më citon jetën, i bën bashkë atë senën që ti i ki qef. Strategjia ma e rrezikshme edhe qysh ata njerëz mas parit kapin tyje për ma vonë me të abuzu, edhe nuk është që ata e kanë atë menimin, ka me abuzu, tash qëtojnë, se qitë femën nëse ka me kaq përdor, po janë do njerëz që vetë që ashtu janë, a bëdin vetë që ashtu janë, nuk e din që të sanë që janë t'i bo, nuk i bojnë me dije, po i bojnë.